edhe të bëjnë ndërtime. Nuk ke më valë miku ynë, kështu që do të mirëpresim në një moment tjetër, ta mirëpresim dhe një telefonat, lutem, sepse për shkak të ngarkesës nuk arritëm do ta mirëprisnim pak çaste më herë, dhe unë pse më duhet vetë si këto banorët e këtyre formateve reality që e mbaj kështu telefonin, por kemi një në studio? Thuaj Greta? Po jo? E kebe. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se vini zonjë. Unë kam një shqetësim të madh. Kam bërë analizat në datën 16, mi dha doktoresha e veshkave, më datën 16 tek Iraniani, tek klinika Iraniani. Po. Më dha për të bërë krejt analizat, kur vajta e mora përgjigjen, nuk më kishin bërë analizën e vitaminës D që unë e kisha kryesore në atë. Vajta të shtunën që më thanë hajde të shtunën, ka qënë ditë e ojnë të ajo, data 16. Jo, ka qënë e shtunë data 16. Vajta për të marrë analizat se më thanë do vishë në basorës ty, vajta nuk i mora. Nuk e kishin bërë. Vajta të hënën, më thanë që do të bëjmë tani. Prit aty 5 minuta se do të bëjmë tani. Tashti, nga e shtuna dhe deri të hënën, ku e mori kjo këtë material për të bërë analizën të hënën. E mora nuk bëra lafe, e mora atë analizën, e qova doktoreshës, më kishte dalur analiza e gjakut shumë keq, 56 kishte dalur ajo e lartë. Edhe doktoresa e gjakut më tha, do ta bësh prap këtë analizë. Mbas 10 ditësh. Vajta prap të shtunë që kaloi, më morën në gjakun, më kanë marrë 4 herë, 4 qirina me gjak nga duart, i kam stet zeza duart. Mora analizën, edhe më tha, hajde, mbas orës 2, si herën e parë. Vajta të shtunën, vajti djalit të shtunën, mbas orës 2, kërkoj atje në që sa jo atë? Laborator. Jo në laborator, të dera, se i lën të dera ato. Po, të recepcioni. Po, të recepcioni. E kërkova nuk ishte. Hajde të hënën. Tashti kjo është për të hapitur kjo punë tashti. Veç të marrën 4 qiri nga gjak. Të mos bëjnë analizat. Vete atje, jo sot, jo nesër, unë habitem këtë punë. Të lutem shumë, Flavio. Në qoftë se ka mundësi unë orë 10 do vete atje. Se më tha hajde nesër, do me thënë për sot. Dje s'ishte analizat, të shtu nuk s'ishte, dje nuk ishte, hajde sot më thanë mua, për në laborator. Po ka mundësi më dërgoj një gazetar të jetë aty. Se kjo është të të luash ka mundje kokës. Dhe për të vizituar, doktorja vjen në orën 10. Te Iraniani po thua? Te Iraniani, tek Iraniani jam. E kuptoj. Do shoh nëse do kemi mundësinë të nisim një gazetar për analizat tuaja, sigurisht që edhe për ato që po na ndjekin mund të jetë diçka e vogël, por patjetër për zonjën është prioritare. Faleminderit zonjë për telefonatën dhe sigurisht edhe për besimin. Do mirëpresim dhe një telefonat dhe më pas postohemi tek tema se na fluturon deti, po nuk shkuam te tema. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, Flavio. Më thoni zonjë. Shumë faleminderit për këtë nigjes dhe tokën nes mund të mbrojmë. Inshallah nuk bën dedi Rama si Toger Baba në Skoshi, u ka marrë dhe gratë, se mo tokën, ose ju ka marrë